Ndërmiq ku shihemi sërish në emisionin e përjavshëm Kopshti i Devotshmërisë. Do të flasim në këtë takim të radhës për shpresën. Të devotshmit janë ata që shpresojnë shumë tek mëshira e Allahut, janë ata të cilët mbështeten tek kjo mëshirë dhe vazhdimisht nuk e humbin shpresën nga mëshira e Allahut. Për të folur mbi shpresën si një cilësi e besimtarëve të devotshëm, sot do të kemi shpjegimet e Hoxhës nderuar Nehat Ajeti. Hoxh, mirë se vini. Mirë. Hoxh, po citoj një ajet kuranor që lidhet me këtë temë dhe pastaj po shpresojmë që për shpjegimet tuaja. Allahu i lartësuar thot në Kur'an, thuaj o robërit e mi që i keni bërë keq vetes me gjunahe, mos e humbni shpresën në mëshirën e Allahut. Allahu me siguri i fal të gjitha gjunahet. Vërtet ai është falës i madh dhe mëshirëplot. Për ta filluar, çfarë është shpresa sipas Islamit? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Spari falenderojmë për ftesën që ma keni bë. Pastaj do të mundohemi që të përgjigjem në pyetjet të cilat i keni para pa ju, me ju përgjigjen rreth shpresës. Ky ajet i Kuranit të cilën e ceketi është një prej ajeteve që më shumë të na jep shpresë, na jep ymët të na shtojnë populli, na jep ymët tek mëshira e Allahut xhaleshanu. E shpresa është veprim, ku njeriu bën veprime të cilat tregojnë se ai e meriton shpërblimin, e meriton faljen e Allahut xhaleshanu. Kështu që shpresa gjithmonë lidhet me veprim, me pendim, kthim tek Allahu xhaleshanu. Kjo është shpresa që na i shpjegon Islami, na i shpjegon citatet e Kuranit dhe fjalët e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Ndërkohë, shpresa shpesh është e ngjashme me dëshirat që ka njeriu. Ku dallon një shpresë e vërtet nga dëshirat e njeriu? Thash më herët se shpresa është veprim. E kundërta e saj është dëshira. Dëshirat janë pa veprim. Ai i cili shpreson për arsye se ka bën një punë, ka bën një vepër, kurse ai i cili dëshiron nuk ka bën vepër. Dhe është pasiv, thjesht dëshiron, por nuk është aktiv. Sikur një njeri i cili për shembull me një biznes merr pjesë dhe kontribon në atë biznes dhe shpreson se ka më fitu. Ky ka drejt me shpresuar në fitim. Kurse ky i cili dëshiron, ky nuk ka marrë pjesë, nuk ka participuar kurrë në atë biznes, për këtë arsye edhe ky jetë pa parë dhe jetë pa asnjë sen. Kjo është dallimi mes shpresës dhe edhe dëshirës. Dëshira nuk ka veprim, kurse shpresa ka veprim. E te shpresa, veprimi i shpresës është pendimi, kthimi tek Allahu xhaleshanu, ai i cili shpreson tek Allahu është penduar, është kthyer dhe shpreson që Allahu xhaleshanu ta fal, ta mëshiron, t'ia fal gjunahet e kështu me radhë. Ndërkohë, nëse rikthehemi tek ajeti që lexuam në fillim të këtij emisioni, Hoxh, a mund na përmendni disa dobi dhe disa komente rreth atij ajeti shpresdhënës? Ky ajet që e ceketi është prej ajeteve që dietarët islam kanë folur dhe kanë thonë se është ajeti më shpresdhënës, ajeti që më shumë të jep ymët atyre të cilët bëjnë mëkate dhe gjunahe. Dhe ky ajet ka shumë porosi, ka shumë mesazhe për ata të cilët kanë bën gabime në raport me Allahun xhaleshanu. Dhe ky ajet prej porosive të cilat i ka ky ajet është se tregon për rahmetin dhe mëshirën e Allahut xhaleshanu, e cila është e pakufishme. Ajo rahmeti i Zotit është për çdo sen. Për shkak ka përmend Allahu xhaleshanu në këtë ajet, kan kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Thujet jo Muhammed, robëve të mi, mos ta hupin ymytin, shpresën prej rahmetit Allahut. Pse mos me hupi rahmetit? Për arsye se rahmeti i Zotit, mëshira e Allahut xhaleshanu ka përfshirë çdo sen. Dhe ai i cili e hup ymytin prej këtij rahmeti, që është çdo kund rahmeti i Zotit, atëherë ky njeri vetëm se ka devijuar. Kjo është një prej porosive që ky ajet e nxjerr, ose me shpresuan në rahmetin e Allahut xhaleshanu dhe tregon për gjerësinë e rahmetit të Allahut xhaleshanu. Pastaj tregon
edhe për drejtsinë e Allahut xhaleshanu dhe urtësinë e tina në raport me njerëzit, se Allahu xhaleshanu i trajton njerëzit me nësaj të rahmetit. Dhe kur Allahu i trajton njerëzit në nësaj të rahmetit, padyshim që njeri do të me shpresuan në këtë rahmet të Allahu xhaleshanu. Gjithashtu, kjo ajet i Kuranit e bën një thirrje interesante. Ku Allahu xhaleshanu ju drejtohet robëve të tina, duke thënë kul ya ibadi. Thuaj te Muhammed robëve të mi, o robërit e mi. Nëse njeriu e thirr Allahu xhaleshanu edhe me një emër tjetër, se në këtë ajet Allahu po thirr mëkatar, gjunaqar. Nëse Zoti na thirr o ju mëkatar, o ju gjunaqar, o ju të cilët e keni shohur rrugën e Zotit, besoj që nuk i shkon edhe gabim. Për arsye se ne jemi mëkatar edhe meritojmë ndoshta këtë emër. Mirë, po Allahu xhaleshanu në këtë ajet po tregon atë butësinë e tina dhe rahmetin e vet që e ka ndaj robëve të tina, që mos me lëshu rrugën e tina edhe pse kanë bërë mëkate dhe kanë bërë gjunohe. Por sa thotë kul ya ibadi. Fjala më e mirë apo thirrja më e mirë në Kur'an është kur Allahu xhaleshanu i thirr njerëzit me këtë emër. Allahu xhaleshanu kur e ka thirr pejgamberin alayhi salatu selam ose kur ka desh me tregu për pozitën e tij të lartë që ka tek Allahu xhaleshanu, e ka thirr me këtë emër. Para mendoti pejgamberin alayhi salatu selam e ka thirr me këtë emër, po i thirr Allahu xhaleshanu gjithashtu edhe gjunaqar, gabimtar, ata të cilët e kanë shohur rrugën e Zotit, po i thirr me këtë emër i cili është emri më i mirë. Pra me këtë emër është thirr vetë profeti Muhammed alayhis salam. Është lloj nderimi që bëhet çdo besimtar. Në surën Isra, Allahu xhaleshanu e ka përmend ka subhanalladhi asra bi abdihi. I lartë madhruar është Allahu i cili e ka ngrit robën e tina. Edhe shumë ajete të tjera të cilat tregojnë se Allahu kur ka desh me livduan Muhammedin alayhis salam e ka thirrë me këtë emër. E tash Allahu xhaleshanu njëjtin emër po e përdor për ata të cilët janë mëkatar, janë gjunaqar, që tregon se Allahu është falës dhe don me i falën, dhe gjithashtu kjo thirrje nuk është irrituese, është afruese. Zakonisht njerëzit me thirrje të tjera, ata largohen. E Allahu xhaleshanu nuk don me robën e vet me larguan, po don me afruan. E thirrja më e mirë është me kul ya ibadi alladhina asrafu. Pastaj në këtë ajet është interesant, Allah i lirë, se Allahu xhaleshanu e ka përmend një diçka që është në raport me mëkatet, është e ka thonë se ata kanë bë israf. Kanë bë israf të na në popullin tonë, zakonisht thuhet për shembull filani kur e ka bën një darsëm ose një diçka, kishte bën filani masraf. Masraf do e ka tepruar në shpërdorim, e ka tepruar shumë me shpenzime dhe ka shpenzuar shumë për ata musafir. E Allahu xhaleshanu po thotë që ty në njerëzit të cilët që ta e kanë tepruar, kanë bërë mëkate shumë, kanë bërë masraf mëkate, që ta bëjthirë, se na që për shembull ata që kanë mëkate më pak, e kanë gjunohe më pak, ata tani kanë një trajtim tjetër në sta. Mirë pa Allahu xhaleshanu po do me tregu se edhe nëse ke ardhur deri në çit drejtë, e ke tepruar në mëkate, ti çka do të bëj si musliman, si njeri, a do të me hupësh mytën dhe shpresën tek Allahu xhaleshanu për faljen jo. Edhe nëse deri në çit shkallë më rrin, ti apet do të me shpresu tek Allahu xhaleshanu nëse pendohesh edhe kthehesh. Se shejtani ka qef me mbyll dyert mes robët të Allahu xhaleshanu. Pa do që ta bëj njeriu pesimist, që të mos ketë shpresë. Po. Se shejtani thotë sa mëkate i ke bën, sa gjunohat i ke bën, tash çish po do më kthy tek Allahu xhaleshanu. E Allahu xhaleshanu po do më na tregon se sa dush mëkate, sa dush gjunohe, dera e pendimit, dera e kthimit tek Allahu xhaleshanu, kur kush nuk mund më mshël, nëse robi kthehet, pastaj kthehet, pendohet edhe ka drejt me shpresuar në faljen e Allahut xhaleshanu. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Mos hapni ymytin shpresën prej faljes së Allahut xhaleshanu, për rahmetit të Allahut, sa rahmeti është i madh. Pastaj që kjo ajet që na e lexuam është edhe një thirrje edhe për ata që bojnë davet, ata që i thirrin njerëzit në islam, se çfarë farë trajtimi i bën Allahu xhaleshanu gjunaqarëve. E na do të me pas mësim këtë ajet
që edhe na kur t'i folim dikujna që ka bo mëkat, ka bo gjuna, në qëtë formë, në qëtë mënyrë të butë të sjellshme, me i bo akida vetë për me afërmuar tek Allahu. Pra në frymën e shpresës duhet transmetuar dhe feja, dhe ftesa. Frymën e shpresës, qartë. Ndërkohë, a do të thotë ky ajet kuranor hoxh se besimtari muslimani nuk guxon dhe nuk i lejohet që të mos ketë shpresë nga Allahu, ta shkëputësh shpresën e tij? Absolutisht, nuk guxon një musliman, një njeri me menduar që Zoti se fal. Bilem nëse mendon se fal, ka bo një gjuna, ka bo një mëkat madh tek Allahu dhe lëshanu. E ai cili është ai mëkat, është su'u dhann, mendimi i keq për Zotin, që Zoti s'fal. E këto e synon dhe shejtani që me mendu njeri se Zoti, Allahu dhe lëshanu, nuk e fal njerin. E kur arrin tek njeri me bon këtë shejtani, atëherë e ka fituar luftën me te. E Allahu dhe lëshanu na tregon në këtë ajet interesant se e përmend se inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an, se Allahu i fal këtë gjunat, mos e hopni shpresën tek Allahu se Allah i fal këtë gjunat, pastaj e ka vërtetuar edhe herë edhe më shumë. Innehu huwal ghafurur rahim, ai është ghafur, është falës, edhe është mëshirues. Krejt këto tregojnë se njeriu nuk bën asnjëherë me humb ymytën dhe shpresën tek Allahu, por arsye se është ndaluar fetarisht, domethënë ky ajet i Kuranit na tregon se është vije kuqe. Ai i cili humb shpresën tek Zoti është bo vegël e shejtanit. Pra ai i cili ka tepruar me gjunahe edhe pastaj e humb dhe shpresën, ky pastaj i ka shumë fishuar, po themi, gabimet e tij dhe ky vërtet e ka kaluar kufirin tashmë. Ky vetëm se e ka ngarkuar veten halal më shumë me gjunahe. Vetëm se e ka ngarkuar veten halal më shumë me gjunahe, por sta me humb ymytën dhe shpresën tek Allahu dhe lëshanu për falje, kur e di se sa fal Zoti. Edhe në jetë Kuranit e ka përmendur rahmetin e tij. E kush e lexon Kuranin, e kush e lexon sunetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam, e se rahmeti Allahut dhe lëshanu ka përfshirë çdo sen. Pejgamberi alayhi salatu wasalam na ka treguar në hadithe se kur kush nuk ka me hyjë në xhennet përveç se kur Zoti e mëshiron. E nëse don me të mëshiru Zoti, atëherë shpresa do të më qenë aty. Nëse humb shpresën, e humb edhe rahmetin e Allahut dhe lëshanu, anansojët rahmetit të Allahut dhe lëshanu e fitojnë mirësitë e Allahut që janë për botën tjetër. Ndërkohë ky ajet mbyllet me dy cilësi të Zotit që thatë, pra që është falës i madh dhe mëshirëplot. Cila është urtësia e përmbylljes së këtij ajeti të madh me këto dy cilësi të Zotit që gjithashtu janë madhështore? Innehu huwal ghafurur rahim. Ghafur është falës, rahim mëshirues. Për kanë është për atë i cili nuk e humb shpresën edhe nuk e humb ymytin tek Allahu dhe lëshanu. Dhe çdo herë që Allahu dhe lëshanu e përfundon me këto cilësi ajetet e Kuranit, jep ymyt, jep shpresë se kush kthehet ai, kush pendohet te ai, e ka magfiretin, e ka faljen dhe e ka rahmetin e Allahu dhe lëshanu. Ndërkohë, kur themi tek gjunahet, tek mëkatet, nuk kupton kjo që këtu përfshihet edhe ai i cili në një moment ka rënë në mosbesim, ka rënë në kufër. Ajeti shumë interesant është Allahu i lirë, ku Allahu i lëshanu thotë kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an. Allahu i fal gjitha mëkatet. Çdo sen që quhet mëkat, gjuna, edhe kufri është gjuna, për gjunahe më të mëdha, edhe atë e fal nëse njeriu kthehet Allahu dhe s'ka mëkat që Zoti nuk e fal. Vetëm se na duhet t'i kthehemi Zotit dhe momenti që kthehemi, atëherë e meritojmë shpërblimin, e meritojmë shpresën që Allahu dhe lëshanu na i ka premtuar në Kur'an për falje. Një ajet tjetër i cili është në kuadër të shpresës që dietarët kanë përmbledhur është ajeti ku Zoti thotë vallë a dënojmë ne tjetër kënd përveç mos mirënjohësve, duke i referuar këtij ajeti, si duhet të ruhemi nga dënimi i Zotit, i cili është gjithashtu i rëndë dhe i vërtet. Ky ajet i Kuranit ku Allahu dhe lëshanu thotë hel nujasi illa al-kafur, vallë a i dënojmë ne vetëm ata të cilët janë mos mirënjohës ndaj Allahut. Kush është mos mirënjohës? Ai i cili nuk beson, ai i cili nuk pendohet,
ai i cili nuk shpreson në faljen e Allahut, ai është mosminjas. Dhe që ta njerëz të cilët nuk shpresojnë në faljen e Zotit, Allahu dhe shonë në shumë vende të Kuranit i ka quajtur si njerëz të cilët kanë deviju. Dhe momenti kur njeri largohet për shpresës së Allahut dhe lëshanhu, atëherë dënimi i Zotit është në te. Mirë po kur njeriu beson, pendohet, atëherë e kundërta e ajetit është se Allahu po na thënë se i dënon ata të cilët mohojnë, e kundërta është se ata të cilët besojnë dhe shpresojnë tek Zoti, nuk i dënon Allahu xhallahu shanu. Ndërkohë ajetet që flasin për dënimin e Zotit janë të shumta në Kur'an, ashtu siç janë të shumta dhe ajetet që flasin për shpresën. Në një ajet tjetër Zoti thot, Allahu i lartësuar thot, pra vërtet ne na shpallur se dënimi do të godas çdo që i mohon shenjat e Allahut dhe i kthen shpinën të dërguarve të tij në surën Taha. Kujt i drejtohet ky ajet? Ky ajet fol për Musa alayhi salatu selam dhe dialogun që ka pas me Firaunin. Musa alayhi salam ka dialogu, ka biseduar me Firaunin që më e kthyen tek Allahu xhallahu shanu. Dhe në fund të muhabetit dhe të dialogut që e ka pasur me Firaunin, Allahu xhallahu shanu i ka shpallur Musa alayhi salatu selam dhe i ka treguar Firaunit se Allahu innehu qad uhiya ilayya, dhe se mua më është shpallur se dënimi i Allahu xhallahu shanu është për gënjeshtarët, ata të cilët përgënjeshtojnë Allahun, e përgënjeshtojnë pejgamberët e Allahu xhallahu shanu dhe ja kthejnë shpinën Zotit dhe të dërguarit të Tina. Dhe ky ajet tregon se momenti kur njeriu largohet prej Zotit, largohet prej mësimeve të pastërta të pejgamberëve të Allahut xhallahu shanu, ai e meriton dënimin dhe shkak i dënimit të Tina është për shkak se e humb edhe një prej gjanave kryesore të këtij besimi që na ka mësuar feja islame, ajo është shpresa në faljen e mëkateve ndaj njerëzve. Gjithashtu, një transmetim nga Omeri thuhet se një herë të dërguarit Allahut i sollën disa robër, në mesin e cilëve ishte edhe një grua e cila kur gjente në një foshnjë në mesin e robërve e mbështeste për barku dhe i jepte gjë. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: "A mendoni se kjo do ta hedh ndonjëherë fëmijën e saj në zjarr?" Ne tham me vullnetin e saj jo. Profeti alayhis salam tha: "Me të vërtetë, Allah është më i mëshirshëm me robërit e tij sesa kjo nën me foshnjën e saj." Përse profeti alayhis salam e krahason mëshirën e Allahut me këtë nën në këtë rast? Allah i lirë, nuk ka shembull i cili mundet deri dikon mu afruan për me tregu për mëshirën e Zotit, faljen e Allahut xhallahu shanu se sa nana. Dhe ky shembull që pejgamberi alayhi salatu selam e ka pruan dhe ka treguar se Zoti i mëshiron njerëzit, mundet me kuptu shumë let njeri nëse e sheh nanën se si i mëshiron, si i fal fëmijët e vet. Dhe nuk ka shembull as baba e as kurkush në fytyrën e tokës nuk mundet me i afru mëshirës Zotit apo me tregu një shembull i cili e parafron mëshirën e Allahut xhallahu shanu sikurse nana. Por sa pejgamberi alayhi salatu selam e ka pru këtë shembull me tregu për mëshirën që e ka Allahu xhallahu shanu ndaj robëve të tij, e këtu është ai kulmi që tregon për shpresën që do të më shpresuan çdo njëri prej neve tek Allahu xhallahu shanu. Nëse njeriu nana nuk e dënon edhe nuk e hudh fëmijën e vet në zjarr, atëherë si me hudhën Allahu xhallahu shanu robën e tij në zjarr. Vetëm se njeriu do të më kthy Zotit, do të më pendu tek ai edhe me shpresuan në mëshirën dhe faljen e Allahut dhe ai e meriton gjitha ato të mira të cilat Allahu i ka përmendur në Kur'an ose i ka përmendur pejgamberi alayhis salam për shpresën dhe faljen e tina. Pra nëse çdo fëmijë është i sigurt me nënën e vet, çdo besimtar do të jetë edhe më i sigurt me Zotin e tij. Gjithashtu e njëjta është. Nëse është i sigurt te nana e tina, se nuk e dënon, nuk e trajton keq, atëherë si tjetë
me Zotin, me Allahun dhe Lëshanun, nuk duhet ta ketë këtë sjellje me Allahun, po duhet të ketë mendim të mirë, duhet të ketë shpresë se Allahu dhe Lëshanu do ta falë atë, do ta mëshiroj atë. Ati Zoti është dhe shumë më i mëshirshëm se raporti i nënës me fëmijën, po ky vjen si shembull ilustrimi në historinë e profetit. S'ka dyshim se shembujt të cilët mirën me njerëzit edhe me Zotin, ato janë shembuj për me afru, se dallimi mes mëshirës së Allahut, mes faljes së Allahut është shumë i madh se sa ai njerëzve. Mirë po në kofë një shembull i cili e meriton më marrën në raport me Zotin është shembulli i nanës. Po është bëmi shkputje shumë të shkurtër dhe rikthehemi sërish në Romiq, shihemi pas pak në pjesën e dytë. Rikthehemi në studio miq, jemi me Hoxhën Nehat Ajeti ku po flasim pikërisht mbi shpresën, një cilësi e besimtarëve devotshëm dhe një ftesë e vazhdueshme e Zotit në Kur'an dhe haditheve të Profetit alayhis salam për çdo kënd i cili e ka tepruar ndoshta me gjunahet e veta, që kursesi mos ta humbi shpresën. Hoxhë, në një ajet kuranor Allahu i lartësuar thot: "Mëshira ime përfshin çdo gjë." Duke patur në konsiderat këtë ajet, a ka ndonjë mëkat që nuk përfshin mëshira e Allahut, apo çdo gjë që mund të bëjë njeriu përfshihet tek mëshira e Zotit? Jo, nuk ka mëkat që nuk e përfshin mëshira e Allahut dhe Lëshanu. Çdo mëkat që njeri e bën dhe pendohet tek ai, Allahu dhe Lëshanu e mëshiron atë njeri. Përveç se nëse njeriu vdes me mëkatin dhe nuk pendohet, ose vdes në pabesim dhe nuk pendohet. Në këtë rast, mëshira e Allahut dhe Lëshanu nuk është për këtë njeri, për arsye se ka vdek pa u penduar. Mirë, por çdo kush i cili pendohet, Allahu dhe Lëshanu ka garantuar se mëshira e tij wasi'at kulli shay, çdo sen e përfshin mëshira e tij. Vetëm se njeriu do të më pendu edhe më kthy tek Allahu dhe Lëshanu dhe kështu ai përfundon mirë. Dhe si një saktësim ose plotësim i këtij ajeti vjen një hadith i Profetit alayhis salam ku thotë se Allahu i lartësuar thotë: "Ati që bën një të mirë ja shpërblej 10 fisht më shumë, ndërsa ati që bën një të keqe ndëshkohet vetëm për atë të keqe ose dhe ja fal atë. Ai që më afrohet një pëllëmb, unë i afrohem një kut. Ai që më afrohet një kut, unë i afrohem sa një pash. Ai që më afrohet duke ecur, unë i afrohem duke nxituar. Ai që më takon me mëkate sa krejt toka, që ka pa më bërë ortak mua, unë e takoj me po aq falje." Çfarë mesazhi për shpresën ka veçanërisht pjesa e fundit e hadithit? Pra, ku Zoti thot: "Ai që më vjen pa më bërë ortak mua, unë e fal atë." Pjesa e fundit e këtij hadithi, pejgamberit alayhi salatu wassalam, na tregon se shpresa e ka vetëm një kusht. Nëse besimtari e ka, njeriu e ka qëtë kusht, atëherë ka të drejtë me shpresuar në Allahun dhe Lëshanun, ka të drejtë me shpresuar në rahmetin e tij, ka të drejtë me shpresuar në faljen e tina, në faljen e Allahut dhe Lëshanun. Cili është kushti? Kushti që mos më i bë ortak Zotit, mos më i bë rival Allahut dhe Lëshanun, mos më i bë shirk Allahut dhe Lëshanun. Pra mos më lut gjërave të tjera, mos më lut gjëra të kota. Vetëm derën e Allahut me trokitën dhe asnjë derë tjetër mos me trokitën, ai i cili e ka këtë kusht duhet patjetër me shpresuar mëshirën e Allahut dhe Lëshanun. Nëse nuk e ke këtë kusht, atëherë shpreson kot. Ky hadith i pejgamberit alayhi salatu wassalam na tregon një kusht, ai është mos besimi. Nëse njeriu zbeson, atëherë s'ka çka shpreson. Nëse beson, ka pse me shpresuar në faljen e Allahut dhe Lëshanut, për arsye se Allahu në Kur'an, në shumë ajete të Kur'anit, ka porositur se ai i cili, edhe hadithet e pejgamberit alayhi salatu wassalam, se ai i cili vdes me besim, pa marrë parasysh, edhe këto është i cek, në hadith është cekën se ai i cili ka ardhur me mëkate, anën se më sa e ka mbuluar qiellin. Shumë mëkate, sikur se ajetin në fillim që e përmendëm, se ka bë israf, ka bë shumë mëkate, edhe që kërë që ka bë shumë mëkate, por si ka bë ortak Allahut, se ka mohuar Zotin, se ka lutur dikon tjetër përpas Allahut dhe Lëshanu, atëherë që ky njeri e meriton edhe duhet patjetër të shpresoj në mëshirën e Allahut dhe Lëshanu.
Ndërkohë, kur e lexojmë këtë hadith, si duhet ndikojë dhe çfarë efekti duhet të ketë kuptimi i këtij hadithi në zemrën e atij që bën mëkate? Ky hadith na nxit shumë që na të shpresojmë tek Allahu xhaleshanu. Dhe kjo shpresë duhet të jetë edhe është reale përderisa e kena besimin. Momenti kur s'është besimi, atëherë edhe shpresa bjen. Përderisa është besimi jo në Allahun, besimi është i drejtë, është ashtu që na ka mësuar Kur'ani, na ka mësuar pejgamberi alayhi salatu wasalam, atëherë kjo na mush zemrën me iman, na mush zemrën me shpresë në faljen e Allahut xhaleshanu. Ky hadith a tregon dhe mënyrën se si do trajtohen robët e Allahut ditën e gjykimit pranalisht me mëshirën e Zotit ditën e gjykimit? S'ka dyshim se Allahu xhaleshanu na i bën një lloj fotografie, një lloj forme se si ka me i trajtu Allahu xhaleshanu robët e tina. Dhe çdo kush i cili ka besuar në Allahu xhaleshanu, trajtimi i tina do të jetë me falje. Do të jetë me falje tek Allahu xhaleshanu, por sa ta ruajmë besimin, sepse besimi është kushti kryesor që na duhet me shpresu tek Allahu xhaleshanu. Momenti kur ta hupëm besimin, atëherë edhe shpresa hup tek ne, edhe shejtani është ai i cili e don këtë për neve. Zotë shpëlef me të mira për këto shpjegime, për këto orientime dhe për këtë inkurajim për gjithë secilin që i dëgjon këto këshilla. Zoti ju nderoft. Faleminderit shumë. Allah i shpëlef aty. Dorëmiq, këtu e mbyllim në takimin e sotëm, folëm për shpresën si një prej cilësive të besimtarëve të mirë, të cilët kur nuk e humbin shpresën, edhe nëse përfshihen në gjunahe të shumta. Humbja e shpresës është një humbje besimi, humbja e shpresës është një cilësi atyre të cilët vërtet e kanë tepruar dhe një farmyra është dhe mohim ndaj Zotit. E lut Zotin që këto fjalë, këto këshilla, këto ajete dhe këto hadithe që përmendëm dhe u shpjeguan nga Hoxha, të inkurajojnë gjithë secilin që të kthehet tek Zoti dhe mos ta humbi shpresën nga mëshira e Tij. Ju falenderoj gjithashtu për vëmendjen dhe miru takofshim.